Gjesti ka arritur të shpallet fituesi i edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania 4, duke u kurorzuar si kampioni i këtij sezoni. Pas shpalljes së tij si fitues, ai ishte tejet i emocionuar, ndërsa emri i tij u tha, ai ra në gjunjë nga emocionet që e kapën në momentin e fitores. Para se Gjesti të shkonte në studio për të falënderuar publikun, opinionistët ndanë mendimet e tyre mbi rrugtimin e tij. Arbri, njëri nga opinionistët, e vlerësoi shumë fitoren e Gjestit dhe tha fjalë tepër të veçanta që la përshtypjet e të gjithë. Ai u shpreh: "Gjysma jon më e mirë, Kosova, mori atë që e meritonte. Gjesti, për mendimin tim, ai dha një mesazh shumë të madh, i cili mund të përshkruhet në një fjali. Edhe atëherë kur jeta të vendos në vështirësi shumë të mëdha, ulesh në gjunjë por nuk dorëzohesh, çohesh, vjen në Shqipëri dhe del fitues." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.